Allahu ka hak. Gjëja më e pakt që folët për ta mbotë hak i Zotit. Keni pa ka organizat e të drejtave të njeriu, të drejtave të grave tash, sidomos që janë çupesh. Apo të drejtat e macës, të drejtat e qenve, të drejtat e shumë të drejta, apo të drejtat e punëtorit. Apo përdo shumë keq se tash një maj ju ka ra në Ramazan, s'kan çish me boçi. Të drejtat e shefave, të drejtat e doptive, të drejtat shumë ka organizata. A ka dikun bo dhe një organizat të drejtat mos mu shkel hak i Zotit? S'ka. Vesh Kur'an është. Allah e ka zbitë Kur'anin për me rujt drejtën e vetë. Apo? E mëson kush e mëson, nuk e mëson kush e nuk e mëson. Shiko njerëzit sot sa organizata kanë kriju për smundje. E kiti ati sektori për fyt, për sy, për vesh, për kap, e tjera, apo sektor, nën sektor, apo për shembull e ki doktori për gjithë që masani ma detal, apo mi pa mjeku sa ma që së në sos punë do të shkot i manal tash. Se do të që ka që në dije. Shkot aj se ma, s'kam drejtët me prej këtu. E mirë, aj që në ka kriju neve, Zoti Gjellë Gjellalu, i gjithësis, a ka drejta, a ka hake, ka hake. Këta hake s'guzuna mi shkel, po i shkelën, ka pasojë. Apo, e sot njerëzit me vetë, ma dje musliman, s'tuna, e musliman në për botë. Qfar haki ka Zoti? Shumë pak e di. Shumë pak, a me ka thonë për nga mërë a.s. Nuk bëhet kiameti deri se Arabët, mos fol me na si jena si Arab, se Arabë ju ka zbi Kurani. Arabët, nuk bëhet kiameti pa u këthi që shikum gjetone. Nuk pensam ka ardhë, i ka drejtu, thot pensam, nuk bëhet kiameti pa u këthi ato ku janë kanë. Qka mu këthi? Ka thonë, kam i adhuru idhujt. Kanë mi u këthi e kanë bos një zakon Arabë. Kur kanë bo qejf, edhe kur kanë bo disa prej adhurimeve, kanë thirë gra, kanë bo muzike, kështu më radhë. Apo ju dalin televizor tash, fotografijat? Në botës arabe çfarë dojnë me i ba? Mi këthi putat. Qysh janë kanë? Muslimat i lufton, putat i ngri. Apo, mu desh, mu qërodi, e kështu më radhë. Pra kita që ka po Muhammed Sam, ata e këthejnë në të kundërtën. Dhe kjo është lajmë që e ka lemru dhe ka mendohë. E lusë Allahu që Allah në eru një imanin tonë. Deri ditë me takimin Allahu te bareke ve teala. Domethënë, ti gjen plot drejta kësaj e kështu me radhë. Zguxon me e prek, apo? Zguxon. Ti ki drejta për shembull drejta të komunikacionit. Apo, drejtë të komunikacionit. Për shembull, ti nëse e del në të kuqër, që që kanë zanat plot, apo mundet me të dënuar. Drejta e veturave. E kështu në sigurime për diçka. Mirë po, sa rrallë gjen, madje edhe ato që e shpjegojnë Kur'anin ndonjëherë. Pjesën më pak që e shpjegojna çka është shirk dhe çka është e drejtë e Zotit. Zguzon ta meshkë. Apo flasin për shembull, s'ma më kon hajdut, s'ma më kon alkoliçar, s'ma më kon zinaçar, s'ma më kon i korruptum dhe këtë në rregull. Po mirë. A më ka diçka më të rrezikshme se kjo? Ka. Edhe ajo është me ja shkel Allahu drejtën. Dhe na do të shohim nga ky shembull se shumë njerëz që ka shkelin këtë drejt se di çka shkelin ta. Shumë kjo e rrezikshme. Shumë për atë në shka kanë shkel, e ka shkel drejtën Allahut, a nuk e di që e ka shkel. Sa dushti, sikur, ju kujtojtë që i kalua, i verbrin dhe i shurpti. Ti thu, ik për këtu se ke shkel gabim, s'ninaj. Se nuk e di që ka shkel. Ta e ka sinë Allahut te bareke ve teala.